pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur vetëm 3 raste kur lejohet kërkimi ose lypja prej njerëzve. Ka thënë, siç transmeton Qabisa ibn Mukhariq radhiyallahu anhu, ka thënë tahammaltu hamala, do thotë barta një punë, do të thonë është munduar të pajtoj 2 familje, 2 hasëm, është munduar të pajtoj dhe për këtë çështje ka harxuar shumë. Do thotë duke i dhënë njënit, edhe duke i ndihmuar tjetrit e kështu me radhë, duke vrapuar mes tyre për bashkim. Ka thënë barta do thotë kështu, edhe për këtë shkak edhe ka hyrë në borxh. Ka thënë fa ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Atëherë shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i kërkoj të më ndihmoj për këtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë aqim hatta ta'tiyana as-sadaqa fa na'muru laka biha. Do të thënë rri këtu derisa të na vi diçka prej sadakave ose prej zakatit dhe do t'japim, do t'urdhroj, do të thënë që të jepet diçka prej saj. Pastaj i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ya Qabisa inna al-mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Ka thënë o Qabisa, kërkimi prej njerëzve nuk është i lejuar. Do të thënë të kërkosh prej njerëzve nuk lejohet, përveç në 3 raste. Edhe këto duhet t'i ketë parasysh besimtari, vetëm nëse është në një gjendje të këtill, atëherë mund të kërkojë ndihmë nga njerëzit. Përndryshe, gjithmonë duhet ta ketë zemrën të lidhur me Allahun subhanahu wa taala, t'i mbështetet Allahut dhe t'i bëj shkaqet e furnizimit me punë, me tregtie, me shkaqe të lejuara halal, që ta fitoj furnizimin, por vazhdimisht duke u mbështetur vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe jo të kërkoj nga njerëzit. Vetëm në këto 3 raste ka thënë rajulin tahammala hamalatan fahallat lahu almas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Do të thënë një njeri që ka bartur një punë të këtill, do të thënë e merr përsipër një përmirësim të gjendjes së muslimanëve, do të thënë punon një përgjegjësi për të tjerët, edhe atëherë i mungon, do të thënë i mungojnë financat për ta kryer atë çështje, ose hyn në borxh, atëherë i lejohet të kërkojë derisa ta plotësoj këtë çështje dhe pas kësaj e ndërpret menjëherë. Do të thënë e ndal kërkimin, jo të vazhdoj, do të thënë pasi ta hape këtë derë, të kërkoj edhe më tutje. Pastaj ka thonë wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu. Edhe një njeri të cilit i ka ndodhur një dëm në pasurinë e tij, edhe ja ka shkatruar pasurinë. Edhe këto mund të jenë dëme të lloj-llojshme. Do të thënë pasi njeriu ka qenë në gjendje të mirë, i ka ardhur një prej caktimeve të Allahut, edhe ja ka shkatruar pasurinë dhe ka mbetur pa asgjë. Ka thënë fahallat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwaman min 'aish. Atëherë i lejohet atij të kërkojë derisa të arrijë nivelin që i mjafton për jetesë. Do të thënë pasi ka qenë me pasuri, ka mundësi që ka mbetur tani pa ushqim, edhe ka mbetur pa asgjë, do të thënë pa pritmas menjëherë. Atëherë mund të kërkojë sa të ushqehet, edhe ta ushqej familjen, edhe që të mund të vazhdoj të punoj. Wa rajulun asabathu faqa hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qawmihi. Do thot edhe një njeri të cilit i ka ndodhur një varfëri e rëndë, saqë dalin 3 veta, të paktën 3 veta, do të thënë prej familjes së tij, njerëz që janë të mençur dhe të pjekur, me pjekuri, edhe këta dëshmojnë dhe thonë laqad asabat fulanan faqa fahallat lahu almas'ala. Do thot këta njerëz të mençur thonë këtij filanit i ka ndodhur një varfëri e rëndë, edhe nuk mund dale prej saj, do të thënë e njohin gjendjen e tij, e dinë se ai nuk ka mundësi të punojë, ose pa marrë parasysh sa mundohet, nuk mund dale prej asaj varfërie, atij i lejohet të kërkojë hatta yusiba qiwaman min 'aish, derisa të gjej, do të thënë aq sa i mjafton për të jetuar. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fama siwahunna min al-mas'ala ya Qabisa suhtan.
Domethënë çdo gjë përveç në këto raste kur kërkon njeriu nga njerëzit, atëherë ajo është suht, domethënë pasuri e ndaluar, pasuri haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Atë pasuri e ha njeriu me të padrejt. Domethënë nëse ju kërkon njerëzve dhe nuk është prej këtyre rasteve, do thotë se atë pasuri ai e ka marrë me të padrejt. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, secili trup që bind kullu gjismin nebete an suhtin, domethënë çdo trup që mbin me haram, me këtë pasuri të padrejt, atëherë ajo është më parsor për zjarrin e xhehenemit. Allah na ruaj.